Deputetja e Kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit bosnjak, Duta Balje, ka folur për situatën në Kuvend. Ajo ka thonë se nuk beson që ka ndryshuar diçka dhe është e turpshme kjo situatë. Krejt na jena tu prit vendimin e gjykatës kushtetuese. Unë nuk besoj që mënyra e votimit ka me ndryshuar mendimin e deputetëve brenda sallës, ka thënë Balje. Duke folur rreth deklarimeve të disa deputetëve të lëvizjes vendvendosje për deklaratën e saj që ishin ofruar post në Shkup në këmbim të votës për Albulena Haxhiun. Balje tha se nuk është reale të merret me vendimet e secilit deputet brenda LVV-s. Unë mu me marrë me mendimet e secilit deputet brenda vendvendosjes është jo reale. Deputetë të cilët kanë folur për këtë temë, s'kan pas informacione, kanë folë pa bazë që të jenë të rëndësishëm, nuk du me folë keq për asnjë deputet, nuk është në nivelin tim, ka thënë Balje. Deputetja u shpreh se në rast se Fatmir Limaj është kandidat për kryeparlamentar do ta votonte, nëse zoti Limaj është kandidat do ta votoj, ka thënë Balje.